Edhe e herna o turit mera, unë zimet mira dhe herat tjera. Për një i veten sot do krenarie, si po jam këtu sot me tyje. Bejta jeme sot zanë vend në tavolin për Silimoni, shumë respekt unë në këtë vend për zotnin tonë dhe nuftoni. I kam marrë detet me rallë, por kam shku edhe në ligja, falenderim shumë veçantë për poetin Lulash Brigja. Mirë se u gjetë me shllaku i traditës, i burnis, edhe i mikpritjes, gjithmonë paçi miqe shok dhe turizmin e festoshi si kur sot edhe për gjithmonë. Të falemnderës ty për ardhjen, e të jash gjithmonë me kam të leta, midis nesh kur s'ka për tu, me ardhë edhe gazetare Kozeta. Faleminderit. Dije që shoshi apo Dugagjini, edhe shoshi pjesë e Dugagjinit, do të promovojnë zonën e tyre. Po tani le të themi ca fjalë të mira për Shllakun, sepse sot është çelja e sezonit turistik në Shllak dhe si mund t'i ftojmë vizitorët që të vinë dhe ta vizitojnë edhe Shllakun. Unë si që tha që ma parë të shohë këtu, kjo është krenari e Malësis, Shllaku me traditat, me trimni e bujari, por trimnin, si kena pas kundër armikut, le ta them dashuri për njëri tjetrin, se kjo është se bashkimi, është bekimi i Zotit, dhe kjo vlerë ka se madhe, sot në këtë bukuri, në këtë natyrë që ka falë Zoti veç të në botës, në që ofse bjen nuk mund është me gjithë vetë si e gjenë venin tanë. Ne jemi largue, i këna këtu e shpinë të i venit, por nuk kemi fitue. Fitojnë këta që janë këtu, që i mojnë venin, që i rrisin fëminë këtu. Se ne nuk janë nipat, mesat, nështë edhe fëmija që kena rritë atje, nuk janë Dugagjina, Shllak, sa Shoshanas, Shkodana, Shqiptarë, sa asimilohen këtu. Guri i ranë thonë përshon në vendë vetë. Ti sjellin fëmijët më shpesh që të lidhen me vendin e të parëve? Si do qoftë, më të rego me karrinë se të kalzoj kushje. Ata janë lerit aty me edukatën, me kulturën e ati venit. Kanë edukatën, nuk mund të thomë që ata janë kësip se rritën atje, se kanë edukatën e ati venit, por nuk kanë atë që do ne tradita, se me këto të mira që ka tradita, që ka zona Malësis, nuk i gjenë të në botën. Është vërtet. Vartë edhe edukimi, roli që kanë prindrit atje. Nëse marim dhe një opinion nga Lulashi... Se jena para kamerave të me zjarë shumë. Prini, qotë në nadje, dhe rinderën më në punë, fëmija është në shkollë me shosin amerikane, dhe duhet më bëgë gati për nesër në punë, është vetëm më në tonë punë gjumë. Që mbede pak hapësira për ta edukuar me frymën për atë dheon. Kudo që bëhet një diçka e bukur për të promovu turizmin, për të promovu traditën, kam dëshirë që t'jem dhe do të përpiqem që t'jem. Në moshën që kam marrë, në formimin që kam marrë ma lejon edhe mundësia këtë gja, por gjithmonë duke pas miq dhe shoqëni me vete. Shllaku është pjesë e Dugagjinit, Shllaku i traditës, i historisë, i mikpritjes, i bujqënisë, edhe pse në ndarjen administrative është pjesë e Vaudesit, Shllaku është një ndër bajrakët e Dugagjinit, me të gjitha të mirat e Dugagjinit, me traditën, me mikpritjen, me bujarin, dhe duke filluar nga bregu i Drinit dhe deri atje në Vukaj ku bajmë festën e gështenjes në Shllak, Shllaku ka rezatu, unë menoj që Shllaku është shumë më afër qytetit dhe Dugagjinit, sepse ka pas fatin që ti të afër të dyjave. Sot jemi këtu në breg Drinit në hapjen e sezonit turistik në Shllak. Falënderoj organizatorin e këtij aktiviteti, zotin Mark Gjeka, roli i individit në histori shumë i veçantë. Dhe në këtë rast roli... Kemi nevojë për njerëz me iniciativë. Me iniciativë. Dhe sot jemi këtu, por erdhem në Shllak, shpresoj që në të ardhmen ky vend të jetë më i vizitueshëm për turistat. Edhe shumë nuk duam, se te lumi Shales ka dyndje dhe
Tani kanë filluar të mërziten atje dhe duan vende të reja. Një përshtypje për gatimin si ju duk, ma jepni kështu të përgjithshme. Jo, ti ke folur një herë. Malsinë e madhe. Malsi e gëzim gjithmonë. Me batuta, me humorin, por edhe me gatimin një malsi. Zoti more mirë gjithmonë ja prift. Faleminderit, pra gatimi është mirë. Do të bëj gazetar ty me mikrofon me këtë dashur. Një sekond kozet se meten meritat mu. Po ju tham beten me vend. E mos u merrni me punë të huaja. Unë di me bon veç raki se gatimet i ka bon gruja. Faleminderit. Mirë, këtu kemi Mark Tom Guest House. Pra ne jemi tek Bujtina, nëse vini re. Nuk ka Bujtina këtu. Po çfarë është kjo? Kjo është kull. Kulla është mandej. Po. Dakor, kullën, ku e kemi kullën këtu? Kulla është po ti ke ardhur me gatime që e përfaqëson, pra unë po shikoj publicitetin. Temra, qa ke gatuar për sot? Po ju do rini qetësi. Rini qetësi. Nuk i marrojmë pa hongër edhe ti ndo. Mirë, ja, prit njerë, qetësi. Atëherë, zonja si e ka emrin? Vida. Mbi emrin? Shporaj. Shporaj. Ti je ajo që ke komanduar gatimet edhe i ke bërë dhe vet, apo jo? Po veti kena gatuar. Çfarë ke sjell këtu? Tu kena sjell byrek, me mesh, me kungull, me qep, edhe me... Po, këto janë të zonës këtu, apo... Po, edhe mishi i thata i zonës, edhe saragat e thame. Po. Djate është i dhis, gjitha janë biot shatit. Si duke po i shijojnë, po i mbarojnë, apo... Ai më të mirë. Të shtë në ju baft mirë, si di si ju duken këty ne. Kush është më klient më i vështirë, shqiptarët apo të huajt? Kush është më i vështiri? Shqiptarët janë tonë, nuk janë vështirë. Nuk janë vështirë në pretendimet e tyre. Knaqesh, edhe pse ken majmalit do peshka i për shumë. Edhe pse ken mendimet ndryshme. Peshkun e kemi. Pa, tjetër që po, jena krejt në bregtujt. Peshko është pra nuk është pjesë e malit. Mali ujë kena bashkë. Për liçeni, kështu që patjetër. A vështirë me gjithë këtë vend, hem ujën, hem malin. Kush të ndihmon ty njëherë? Kush të ndihmon? Nusja. Është e dëgjueshme, ke marrë mirë. Nusja shumë e mirë. Shumë e mirë. Vëge në punë, domethënë. Po vend vedin e sa është e mirë.